Ndikimi gjithnjë në rritje e gjuhëve të huaja, si dhe përdorimi i shkurtimeve në komunikimin online, pozicionojnë ndjeshëm mënyrën e të shkruarit dhe të shprehurit në gjuhën shqipe, sidomos tek të rinjt. Përballë këtij realiteti, në Shkodër ka nisur konkursi i gjuhës shqipe, një aktivitet që zhvillohet njëkohësisht në të gjithë vendin, me synimin për të nxitur ndërgjegjësimin dhe kujdesin ndaj gjuhës amtare. Drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit Shkodër, Brisela Kadia, theksoi se mbrojtja e pastërtisë së gjuhës shqipe kërkon angazhim të vazhdueshëm, duke vënë në dukje se komunikimi i pakontrolluar, veçanërisht në rrjetet sociale dhe gjuhët e huaja, kanë ndikim të drejtpërdrejtë në deformimin e saj. Qëllimi kryesor i konkursit është rëndësia e gjuhës shqipe. Në fakt, gjuha shqipe është identitet kombëtar, por nga ana tjetër është edhe ajo ndërmjet së cilës përcillen vlerat tona kombëtare, formsohen mendime dhe komunikojnë nxënësit me njëri tjetrin. Zhvillimet teknologjike në fakt që tashmë të gjithë jemi dëshmitar, na imponojnë që nxënësve tanë t'ua mësojmë për ta shkruar dhe për ta trajtuar mirë çdo fjalë të gjuhës shqipe në mënyrë që të mos cënohet asnjë mendim në momentin që komunikohet, qoftë edhe komunikimi në rrjetet sociale që është shumë i rëndësishëm. Ditët e sotme, ruajtja e gjuhës shqipe vazhdon të jetë sfidë dhe qëllimi kryesor i këtij konkursi ky është në mënyrë që të ruhet gjuha shqipe, të ruhet identiteti jon kombëtar. Është sfidë pasi sigurisht janë gjuhët e huaja ato që janë pjesë kryesore e komunikimit mes nxënësve tanë, por sigurisht janë edhe ato shkurtimet e fjalëve që shpesh herë nxënësit kur arrin një farë niveli nuk ja dinë edhe kuptimin e shkurtimeve dhe pikërisht qëllimi i këtij konkurimi është që çdo fjalë e gjuhës shqipe të jetë e shkruar dhe e sqaruar qartë kuptimi i saj. Nga ana tjetër, nxënësit pjesëmarrës pranojnë se ndikimi i teknologjisë dhe i gjuhëve të huaja është i pashmangshëm, por shprehen se konkurse dhe aktivitete të tilla i ndihmojnë të reflektojnë dhe të tregojnë më shumë përgjegjësi në përdorimin e gjuhës shqipe. Gjëra parë dhe jam shumë e privilegjuar që jam zgjedhur që më ardh me ballë këtë konkurs, sepse është një eksperiencë mirë edhe për me mujt me kaluar fazën tjetër, por gjithashtu është shumë e mirë që më përgatit edhe për vazhdimin. Po, është pak problem, por megjithatë ne nëpërmjet shkollës se kemi të praktikuar edhe në pjesën e shkrimit në fletore, sepse disa e kanë ndryshuar dhe kanë bërë nëpërmjet tabletave digital, por ne jena munduar që me rujt shkrimin tonë dhe me shkruajt sa më saktë dhe mirë. Në fakt gjuha shqipe keq interpretohet nëpërmjet mesazheve, fjalët mund të ndryshohen jo nëpërmjet kuptimit dhe kjo është një problem, por mendoj që nëpërmjet këtyre konkurseve mundena që me përmirësu. Ruajtja e gjuhës shqipe është vështirësuar më shumë kohët e fundit edhe me zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe me shumë përdorje në rrjeteve sociale. Jo vetëm për arsyeën se përdoren shumë shkurtime në drejtshkrim apo edhe emoji, stikera dhe figura të ndryshme, por edhe për faktin e përdorimit kryesor të gjuhës angleze dhe të huazimit të fjalëve. Po, unë e shoh shumë shqetësuese, duke qenë se tani mund të duket një problem i vogël, por me kalimin e viteve mund të evolojë dhe gjuha shqipe dhe mund të humbas. Nisë që gjuhët e tjera të ndërhyjnë shumë gjuhën tonë edhe të ndryshojnë shumë fjalë, edhe mendoj që konkursi mund të jetë një ndër arsyet që mund ta ruajnë gjuhën tonë edhe të bëjnë këtë eksperiencë të veçantë që të bëjnë një kujtim edhe që me ruaj gjuhën tonë. Po, pjesë më të madhe të kohës po, edhe pse është diçka që nuk duhet më bëra shpesh, po është bë pjesë e fjalorit tonë përditshëm. Të huaja po hyn shumë në gjuhën tonë shqipe dhe nuk është mirë të jetë të kjo gjë, sepse shumë fjalë anglisht mund fillojmë të folim, ne flasim më shumë anglisht, tani rinja flet shumë më shumë anglisht dhe duhet të ruajmë gjuhën shqipe më shumë ne. Konkursi i gjuhës shqipe në Shkodër është një nismë që organizohet prej vitesh dhe synon të forcojë lidhjen e nxënësve me gjuhën amtare, në një kohë kur komunikimi digjital po transformon shpejt mënyrat e të shprehurit dhe po sfidon standardin e gjuhës shqipe.